Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirëserdhët në këtë edicion të emisionit tonë Bashkimi Evropian dhe ne. Sonte do të flasim për rregullat e reja të Bashkimit Evropian. Politikat po ndryshojnë, geopolitika po jep kahje tjetër. A do të jetë në fokus Ballkani Perëndimor, si shtetet e Ballkanit Perëndimor të jenë në proces të zgjerimit, në prioritet i politikave të Bashkimit Evropian, si do të rrjedhin punët. A do të jetë më Bashkimi Evropian një proces i reformave apo një proces i cili kërkon më shumë siguri të brendshme? Në këtë drejtim, në këto tema do të flasim sonte me analistin e njohur për geopolitikën, politikat evropiane dhe politikat vendore, zotin Xhelal Neziri. Mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirë se u gjetë. Pak teksova disa pika të rëndësishme mendoj, të cilat do t'i diskutoj më thellësisht brenda emisionin, brenda këtyre minutave, por fillimisht do doja t'ju pyes se apo rishkruhet, do të thënë një farë forme tjetër e zgjerimit të Bashkimit Evropian në këtë periudhë, apo ndryshon kahja, do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian apo nuk duhet të jemi pjesë e Bashkimit Evropian? Po mendoj se Bashkimi Evropian kërkon mënyra se si të tejkaloj problemet që has si union në procesin e zgjerimit. Pra, ka kohë që procesi i zgjerimit është një urgjencë geopolitike dhe geostrategjike e Bashkimit Evropian, duke marrë parasysh tashmë konflikti, lufta në Ukrainë ka bërë 4 vite që ka filluar, dhe në tërë këtë periudhë Bashkimi Evropian është pozicionuar qartë kundër Rusisë. Dhe ky pozicionim kërkon një unifikim më të madh, një ngjeshje më të madhe, jo në nivel të Unionit, në nivel të 27 shteteve, por në nivel të kontinentit evropian. Për shkak se ty pyete a mund të ketë ndonjë lëvizje nga orientimi drejt BE-s. Mendoj se orientimi drejt BE-s është të thoja një rrugë pa alternativë. Ballkani Perëndimor, sado që vendet caktuara si Serbia të kenë lidhje me Rusinë, me Kinën apo me vende tjera të lindjes, megjithatë janë pjesë e kontinentit evropian. Dhe historikisht kanë qenë pjesë e hemisferës, do të thoja, të ndikimit të forcave evropiane. Dhe nuk mund të jetë, do të thoja, një ishull ku Rusia dhe Kina do ta përdorin si platformë për ndikime politike, por edhe ekonomike në mes të Europës. Andaj edhe Bashkimi Evropian tani po kërkon mënyra se si të përshpejtoj zgjerimin me shtetet të reja. Pa janë diku 12 vende aspirante, 6 nga Ballkani Perëndimor dhe 6 nga Evropa Lindore, përfshirë këtu edhe Ukrainën. Dhe në këtë proces has në veto ose në përdorimin e të drejtës për mos përkrahur një vendim. Ne dim se BE-ja aktualisht merr vendimet me unanimitet sa i përket zgjerimit, dhe pikërisht në këtë, do të thoja, përdorim të vetos, në këtë të drejtë në të cilën thirren vendet anëtare, shpesh has edhe pengesa. Ne kemi pengesën që fillimisht e bëri Greqia 10 vite, 2008-2018, ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të emrit Maqedoni, dhe do të thoja një dramë që përfundoi në 2018 me marrëveshjen e Prespës. Nga 2020 kemi një bllokadë të re nga ana e Bullgarisë. Por çështja e Bullgarisë ka qenë edhe më herët apo jo, e parashtruar? Po ka qenë, por nuk ka qenë e vendosur në atë formë nga Sofja zyrtare që të paraqes pengesë ose kushtëzim për vazhdimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Përkundrazi, Bullgaria ka qenë gjatë tërë kohës një mbështetëse më e madhe e Maqedonisë së Veriut në integrimin e saj në NATO, fillimisht, por edhe në Bashkimin Evropian. Jo di se në NATO kishim vetëm vetën grek, nuk kemi pasur ndonjë pengesë nga Bullgaria. Dhe në 2020-ën, Bullgaria sikur ndryshoi atë kursin e saj, erdhi pas miratimit të një deklarate në 2019 nga ana e
parlamentit bulgar, ku të gjithë forcat politike, gjithë deputetët votuan për atë deklaratë, e cila thoshte se pa zbatimin e traktatit miqësisë mirë, qëndësisë mirë midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në shkruar 2017, Maqedonia e Veriut nuk mund të ecë përpara në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe në 2020 ky vendim ose kjo deklaratë e miratuar në Parlamentin Bullgar u bë kusht për Maqedoninë e Veriut. Dhe ky kusht pastaj solli atë që ne e quajmë sot propozimi francez, pra një dokument i cili më tepër është propozim evropian, për shkak se disa vende që kryesuan Bashkimin Evropian tentuan që të gjejnë një formulë të zhbllokimit procesit. Filloi Portugalia, pastaj Gjermania, dhe në fund erdhi Franca, pra i njëjti dokument u finalizua gjatë kryesimit të Francës me presidencën e Bashkimit Evropian, dhe për ata edhe njihet si propozim francez. Ai propozim francez kërkon ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e bullgarëve etnik në preambullën e kushtetutës, gjë që nuk është bërë deri më tani. Dhe pikërisht këto vetot e vendeve antare të BE-s kundrejt fqinjve të tyre, pra është edhe Hungaria që kushzon integrimin ose ecjen përpara të Ukrainës, hapjen e negociatave me Ukrainën, me do të thoya lëshime ose me një plan aksional ku Ukraina do të siguroj më shumë të drejta për hungarezët etnik në Ukrainë, që të kërkojnë po ashtu të drejta kulturore, gjysore, kështu me radhë. Pra ka shumë konteste midis fqinjve që e drejta për veto po shndrohet në një pengesë për zgjerimin e BE-s. Andaj edhe BE-ja po kërkon mënyra se si të integroj këto vende në kuadër të saj, për shkak se siç thash është urgjencë gjeopolitike, shkaku i Rusisë, dhe si këtë ta bëj pa mos i ndryshuar traktatet. Pra, e dini se traktati bazë mbi të cilin është ngritur Bashkimi Evropian ai Lisbonës, për të ndryshuar është shumë një proces i madh, por edhe që merr shumë kohë dhe nuk bëhet brenda 2-3 viteve. Andaj edhe zgjidhjet kërkohen në kuadër të atyre traktateve me një interpretim pak më ndryshe të tyre, me qëllim që të mos anashkalohen vendet anëtare në vendimmarrje, por nga ana tjetër të mos bllokohet funksionimi i Bashkimit Evropian kur bëhet fjalë për zgjerimin apo kur bëhet fjalë për vendime të shpejta për të cilat nuk ka shumë kohë për të pritur. Pra, bëhet fjalë edhe për miratimin e buxhetit të Bashkimit Evropian, i cili shpesh bllokohet nga vende anëtare të cilat jo që e mbushin buxhetin, por janë shfrytëzues të atij buxheti. Dhe pikërisht në këtë drejtim ka disa propozime. Është ai propozimi gjerman dhe propozimi francez si Evropës në disa shpejtësi, që shpesh është përmendur nga ish kancelarja gjermane Merkel apo nga presidenti aktual francez Macron, që nënkupton një shkallëzim të vendimmarrjes në Bashkimin Evropian në përputhje me pjesëmarrjen e vendeve anëtare në buxhet. Pra, sa e mbushin buxhetin, aq do të kenë fuqinë e vendimmarrjes. Pra, nuk mund një vend i cili është shfrytëzues i buxhetit evropian, siç është Bullgaria, Rumania, por edhe Hungaria, Polonia mund të jetë në atë grup, edhe pse tashmë ka një zhvillim më tjetër, pra të vendosin për të ardhmen e Bashkimit Evropian, për kahjet strategjike të Bashkimit Evropian, ndërkohë që nuk kontribojnë në atë nivel që të kenë atë fuqi brenda, ose përkundrazi janë vetëm shfrytëzues të mjeteve buxhetore evropiane, jo kontribues real në atë buxhet. Ka po ashtu edhe ide tjera që vendet aspirante të bëhen fillimisht pjesë e Bashkimit Evropian, duke qenë në tavolinën e madhe të Bashkimit Evropian, apo duke dërguar edhe përfaqësues tyre në Parlamentin Evropian dhe institucionet tjera të Bashkimit Evropian, por pa të drejtë vote. Derisa të përmbushin kriteret dhe derisa të hapin të gjitha ose të mbyllin të gjitha klasteret, grup kapituit e procesit negociues. Dhe kjo mund të jetë edhe një rrethanë lehtësuese që në fund të fundit nëse
politikanë tanë nuk do të kenë të drejtë të jenë të barabartë në tavolinë me kolegët e tyre evropian, s'paku kompani të kenë qasje në tregun e përbashkët evropian. Punëtorët, qytetarët të kenë mundësi të punësohen kudo në Bashkimin Evropian. Pra, të mos presin në për ambasada leje pune, ose të mos presin nga punëdhënës në vendet ndryshme të Europës që të dërgojnë dokumentet e nevojshme. Pa, drejt për drejt nga këtu të aplikojnë dhe nëse pranohen të kenë një mundësi, do të thoja punësimi më të madhe në atë treg të madh të Bashkimit Evropian. Pastaj edhe çështja e zhvillimit ekonomik, pra nëse do të kishim një lloj para antarësimi ose një antarësim jo të plot të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ajo do të reflektojë më ndryshe edhe në vetë rezonimin, mendimin e qytetarëve të këtij rajoni. Pra do të kishim një paqëtim më të madh të popujve të Ballkanit, një mendësi më ndryshe, pra një frymë evropiane e cila më pastaj do t'i bëjë që edhe politikanët tanë të jenë më racional, jo të shfrytëzojnë ndasit dhe nacionalizmat për të marrë vota që më pastaj ato vota dhe ai legitimitet prodhojnë konflikte të vazhdueshme në rajon. Pra do të ishte një zgjidhje shumë e mirë e Bashkimit Evropian, një integrim gradual i cili është përmendur po ashtu edhe nga kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që të mos presin vendet aspirante që të jenë antare fuqiplota, dhe të jenë jashtë gjatë tërë kësaj kohë të jenë jashtë dyerve të BE-s, por të futen brenda dhe gradualisht të integrohen në të gjitha instancat. Të marrin beneficione të caktuara gradualisht, të përfitojnë nga kjo. Kur të jetë një vend brenda, shumë më kollaj do t'i zbatojë reformat, shumë më lehtë do t'i ndjej benefitet nga pjesëmarrja në atë union të madh dhe shumë më mirë do të funksionojnë edhe ato raporte ndërfqinjësore që sot paraqiten pengesë për integrimin e vendeve të reja në Bashkimin Evropian. A është sot Bashkimi Evropian një instrument sigurie, siç e përmenda, apo është vetëm mbetet një proces reformash? Edhe pse bëre një hyrje mjaft të mirë në këtë pyetje që ta parashtrova për shkak të rrethanave apo deklaratave të fundit se mund edhe të ndryshohen, politikat e Bashkimit Evropian për t'ja lehtësuar, por si do të reflektohet kjo në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të di, si do ta përkthenin aktorët tanë politik, ku do të kishim kaluar. Përmende zgjedhjet në Bullgari, përmende qeverinë bullgare dhe kushtin e vendosur, dhe ky është një kusht i cili na mbetet në peng për ta hapur edhe kapitullin e parë. Më thoni, cilat nëse do të kishte ndryshuar situata tani në Bullgari me zgjedhjet e fundit, a do të kishim një çështje tjetër apo mbetet një kërkesë e njëjtë? Pasi që çdo herë në opinion edhe ndoshta edhe politikanët na japin një shpresë që presim zgjedhjet në Bullgari edhe të shohim se çfarë po ndodh. Por a mendoni se kjo do ta kishte ndryshuar lojën? Po realisht nuk pritet ndonjë ndryshim radikal në qëndrimin e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, për shkak se siç përmenda ajo është ajo rezoluta, deklarata e përbashkët e miratuar në parlamente gjitha partive politike. Pra kanë vijat kuqe bullgarët kur bëhet fjalë për këtë çështje. Po ka hapësirë në kuadër të kësaj kornize që Bullgaria të tregohet më fleksibile në kuptim të dhënies së një lloj shtytjeje ndaj qeverisë aktuale që të bëjë ndryshimet kushtetuese. Pra kemi një situatë ku edhe Sofja dhe Shkupi kanë të drejtë. Sofja ka të drejtë kur thotë se nuk është më kontesti midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Për shkak se ai protokoll 2, pra që është marrëveshje, që është propozimi francez, nuk është më çështje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Për shkak se ai protokoll është pjesë e kornizës negociuese. Dhe kjo i mbetet Bashkimit Evropian. Se është çështje midis Shkupit dhe Brukselit, por është nga një problem bilateral është bërë një kusht për integrim në Bashkimin Evropian. Është bërë një standard që Maqedonia e Veriut duhet ta plotësojë. Dhe këtu ka plotësisht të drejtë qeveria në Bullgari ose autoritetet politike në Bullgari kur e thonë këtë. Por nga ana tjetër ne duhet ta marrim parasysh se për hapjen dhe mbylljen e çdo grup kapitulli
ose çdo kapitulli mendimin ose votën e japin të gjithë antarët e Bashkimit Evropian. Dhe nëse një antar nuk voton për hapjen e një kapitulli apo për mbylljen e një kapitulli, atëherë në fakt kemi përsëri një lloj bllokade, përsëri një lloj kushtëzimi. Dhe ne kemi 6 kapituj. Pra hapja dhe mbyllja i bie vetëm për 6 grup kapituj, kemi 12 mundësi të blokadës që mund të ketë Maqedonia e Veriut. Dhe në fund duhet ai traktati, marrëveshja për antarësim po ashtu të miratohet nga gjitha vendet. Pra edhe aty, nëse shtohet edhe kjo, pra 13 mundësi që një vend antar mund ta bllokojë një vend aspirant, në rastin konkret Bullgaria, Maqedonia e Veriut. Dhe mendoj se në këtë rast ka të drejtë deri diku edhe qeveria kur kërkon se qeveria në Shkup kur kërkon se Bullgaria duhet të japë një lloj garance se kjo do të jetë kushti i fundit në procesin e negociatave ose të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kushti i fundit bilateral, jo kushti i fundit në kuptimin e përmbushjes së kritereve, standardeve dhe vlerave të Bashkimit Evropian. Për shkak se aty nuk ka kompromise, nuk ka negociata nëse mund të ulin një standard në implementim ose këtë ligj ta lëmë anësh të implementojmë një ligj tjetër siç jemi mësuar ne këtu në kulturën tonë të mungesës së asaj kulture legale. Por çështja është që ajo qeveri e re në Bullgari të krijojë një atmosferë më pozitive në raport me Maqedoninë e Veriut. Dhe për këtë atmosferë pozitive duhet të ketë një proaktivitet edhe në qeverinë aktuale. Pa nuk mund të hidhroni një shtet i cili është pjesë e një klubi ku ju dëshironi të bëheni pjesë, pra. Ai ka të drejtë vetës dhe diplomacia e Maqedonisë së Veriut duhet të jetë shumë e kujdesshme kur bëhet fjalë në raportet me Bullgarinë. Jo vetëm me Bullgarinë, por edhe me fqinjë tjerë që tashmë janë pjesë e Bashkimit Evropian. Le të marrim shembull Malin e Zi. Mali i Zi ka raporte shumë të tensionuara me Kroacinë. Për shkak të një rezolute që është miratuar që ka të bëjë me gjenocidin, për shkak të disa pronave të përbashkëta nga koha e Jugosllavisë. Pra, mirë po gjitha këto tensione i menaxhon në atë mënyrë që të mos provokohet Kroacia që të vendos veto në antarësimin e Malit Zi në Bashkimin Evropian. Dhe këtu është mençuria e klasës politike malaziase që ato raporte të tensionuara i menaxhon në atë formë që të mos shndrohen në një blokadë. Ne kemi pasur të kundërtën në të kaluar. Sikur me qëllim provokojmë fqinjet që na vendosin veto. Sikur qeveritë në të kaluarën nuk kanë qenë aq shumë të interesuara realisht, jo në aspektin e diskursit publik, të fjalëve që i thonë para opinionit. Realisht me këto veprime duket se nuk kanë qenë aq shumë të interesuara për integrim në Bashkimin Evropian. Pastaj kjo blokada ose këto blokada kanë rritur euroskepticizmin dhe simpatit ndaj Rusisë dhe Kinës dhe pastaj këtu mund të shihet edhe ndikimi i Rusisë dhe Kinës në provokimin e Maqedonisë me fqinjet me qëllim që të marrë ato blokada që ka marrë deri më tani. Pra do të them duhet një politikë pak më e mençur që Bullgaria nga një armik politik, nga një armik në procesin e integrimit në BE të shndrohet në një përkrahas ose të rikthehet në pozicionin që ka pasur para 2020-s, që ka qenë një përkrahas shumë i madh i procesit të integrimit euroatlantik të vendit. Dhe pikërisht për këtë duhet në të dyja shtetet të ketë qeveri që mund të merren vesh njëra me tjetrën. Në Bullgari të gjitha anketat e nxjerrin ish presidentin Rumen Radev, se do të fitojë dhe do të jetë kryeministri i ardhshëm mbasi i Bullgarisë. Rumen Radev dihet se para disa muajsh dha dorëheqjen nga posti i presidentit. Me siguri ka qenë një kalkulim i menduar mirë, për shkak se ka ditur se çfarë mbështetje ka në opinion. Tani po formon një lëvizje politike në Bullgari dhe në zgjedhjet të cilat ende nuk janë caktuar, pritet ai të ngadnjë. Çfarë qëndrimi ka Rumen Radev? Mendoj se Radev
ka bërë një kalim substancial në pozicionet e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut. Më parë, nëse ju kujtohet, Bullgaria kishte një qëndrim ndaj Maqedonisë së Veriut ose ndaj popullit Maqedonas, se bëhet fjalë për dy shtete, po për një popull. Pra dy shtete, një popull. Ai ishte qëndrimi ose slogani i politikës bullgare. Por Rumen Radev me propozimin francez bëri një kalim duke e njohur tërthorazi popullin e Maqedonas këtu. Pra, me kërkesën e tij që bullgarët etnik këtu të bëhen pjesë e preambullës kushtetuese. Ai në farë forme thotë se këtu ka një pakicë, një pjesë e popullit dhe një pjesën tjetër të popullit Maqedonas si i tillë, pra si ashtu siç identifikojnë vetë ata, pra me një gjumë të ndryshme, me kulturë të ndryshme, me histori të ndryshme. Dhe pikërisht për këtë mendoj se Radev ka gjasa të jetë më fleksibil kur bëhet fjalë për raportet me Maqedoninë e Veriut. Fleksibil në kuptimin që të mund të jap jo një garancë të shkruar, por të mund të jap një deklaratë publike se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të jetë kushti i fundit bilateral që do t'i vihet Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që pjesa tjetër mbetet përmbushja e kritereve dhe standardeve të përcaktuara në metodologjinë e re të integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht kjo deklaratë mund të ndryshojë shumë dhe mund t'i çelë derë qeverisë së Shkupit të Maqedonisë së Veriut që të miratojë ndryshimet kushtetuese. Propozimi për miratimin e atyre ndryshimeve është në parlament, shumica ekziston për shkak se jo vetëm VMRO, DPMN dhe Vlen që janë pjesë e qeverisë dhe ZNAM, por edhe DSTM-ja, BDI dhe partitë tjera shqiptare kanë thënë që do t'i votojnë. Të cilët janë janë deklaruar pro. Aty është shumica, pra është një shumicë shumë e madhe që do t'i votonte. Mirë po, për këtë kërkon VMRO DPMN një derdalse. Kërkon një derdalse për shkak se i din që se çfarë qëndrimesh kanë pasur ndaj këtij propozimi dhe se kanë qenë në opozitë, jo ndaj përmbajtjes, por ndaj formës se si është arritur te kjo marrëveshje dhe ndaj mungesës së garancive që nuk ka pasur me nënshkrimin e marrëveshjes ose miratimit të propozimit francez. Andaj jam optimist se nëse kjo lëvizje ndodh në Bullgari, ky ndryshim ndodh në Bullgari, ndërkohë që vendi besoj se nuk ka alternativa më që të presë, ose nuk e ka atë luksin që të presë ndryshimet mëdha në Evropë që mund të ndodhin pas 10 viteve. Pra edhe Maqedonia e Veriut shpejton që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Shpejton se nuk është vetëm një klub i mundësive ekonomike, Bashkimi Evropian, ose nuk është një klub i ndonjë politike, do të thoja, e cila do të ishte më ndryshe në kuadër të asaj gjeografie. Tashmë Bashkimi Evropian është një arkitekturë sigurie, ose po shndrohet në një arkitekturë sigurie më e fuqishme se sa NATO. Pra, nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian janë edhe antarët NATO-s. Pra është ajo shtresa e parë e mbrojtjes, ndërkohë që po ndërtohet edhe shtresa e dytë e mbrojtjes së kontinentit, dhe për këtë janë miratuar vendime shumë konkrete. Pas ndryshimeve geopolitike tani, si që shojnë raportet me SBA-n dhe gjithçka tjetër, siç po rregullohet apo them secili po marrin pozitat e tyre. Janë në strategjinë e armatosjes së Bashkimit Evropian, janë parapar diku 800 miliard euro, të cilat do të shfrytëzohen në periudhën që vjen. Dhe shtetet e Bashkimit Evropian janë liruar nga ato kufizimet, limitet që të marrin kredi, që të arrin atë përqindje të investimit në mbrojtje. Pra, kemi NATO, dhe do të kemi Bashkimin Evropian si një arkitekturë të re sigurisë, por edhe si një lojtar i ri në geopolitikën e botës, ku do të luajë një rol shumë më të fuqishëm se çka pasur deri më tani. Bashkimi Evropian është diku mbi 500 milion banor, pra shumë më i banuar se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë 320 milion, ose Rusia me 150 milion.
është tregu më i madh në botë. Pra është ato 500 milion banorë kanë edhe fuqi të madhe blerëse, fuqi shumë më të madhe se ato në Rusi, që janë diku 150 milion. Pra ka kapacitetet mëdha që nuk janë shfrytzuar pikërisht për shkak se ka qenë një aparat i cili nuk ka funksionuar shpejt. Pra nuk janë marrë vendimet në kohë të duhur. Ka pasur pengesa gjatë procesit. Dhe pikërisht në këtë reformim që po ndodh brenda BE-s, mendoj se do ta shndrojë Unionin edhe në një mburojë sigurie, edhe në një garancë shtesë të sigurisë, e cila normalisht i duhet çdo vendi të kontinentit evropian, sidomos Maqedonisë së Veriut si një vend i mbyllur në të katëranët me shtete tjera dhe një vend i cili ka pasur të kaluar jo stabile, që nga ish Jugoslavia, që para asaj, por edhe pas shpërbërjes së Jugosllavisë, deri në 2001 kur ndodhi konflikti armatosur. Jemi në një situatë që përmendë shumë pika të rëndësishme, por nuk do dia do të mund t'i përmbledhim të gjitha në këto minuta që kemi. Kur përmendë aspektin ekonomik, kemi planin e rritjes dhe mbështetjen e cila ju dha Maqedonisë së Veriut nga ana e Bashkimit Evropian si vendi i parë i Ballkanit që mori fondet e para. Kemi kredin më pas. Doja të fokusohem më shumë te plani i rritjes. Me procesin e reformave, ashtu siç kam lexuar dhe është vërtetuar e dokumentuar në analiza që janë bërë, thuhet se nuk janë realizuar reformat të cilat janë pritur gjatë vitit 2025, në raporte të ndryshme të cilat duhet të dërgohen, apo projekte të planifikuara për periudat e ardhshme. Çka do të thotë kjo? Po, në bazë të planit të rritjes, dhe reformave, i cili u promovua në samitin e Tiranës në 2023 nga ana e Bashkimit Evropian, pra ku kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e qartësoi dhe shpjegoi se çfarë mekanizmi i ri përbën ai. Është një mekanizëm që stimulon vendet anëtare dhe i shpërblen ato për çdo reformë që bëjnë. Pra e bën reformë dhe hapin një zarf të ri me mjete financiare. Pra është një paket i cili është menduar që të nxjisë qeverit dhe do të thoya skenën politike ose pushtetet në vendet aspirante që të punojnë më shumë, po dhe administratën e atyre shteteve në përmbushjen e reformave të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian. Nuk është që nuk i di me to reforma. Janë reformat të listuara çdo vit në raportet vjetore të Komisionit Evropian. Është një skanim i tërësishëm, i thellë i sistemit ton politik dhe të tregon se ku janë defektet dhe ku duhet të intervenosh që ti përmirësosh ato defekte. Me qëllim që ai aparat të funksionojë mirë. Pastaj kemi raportin e screeningut, për shkak se Maqedonia e Veriut ka kaluar fazën e screeningut, fazë kur u parapa ose u kërkua që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe të zbatohet propozimi francez, por që nuk u bërë, po ne raportin e screeningut për çdo grup kapitull, për çdo sferë e kemi pas i shtet. Dhe ajo është një punë e madhe që ka bërë administrata e Bashkimit Evropian, duke treguar se ku janë defektet dhe çfarë duhet bësh që ti përmirësosh ato. Dhe të gjithë këto pastaj përmblidhen në reformën agjendën e reformave 2024-2027, të cilën vetë kjo qeveri e ka përpiluar dhe e ka dërguar në Bruxelles me qëllim që të paraqes një plan ambicios për reforma dhe të zhbllokoj diku 1 miliard euro në forma të ndryshme, qoftë si të hyra direkte në buxhet apo si investime në infrastrukturë rrugore, hekurudhore, kështu me radhë. Dhe pikërisht në këtë reformë nuk ka arritur ta përmbush. Dhe kjo nuk ka të bëjë as pak me blokadën e Bullgarisë ose kurzimin e Bullgarisë. Pra vendi lirisht ka mund që të zbatoj gjitha reformat, siç i zbaton Shqipëria ose Malezi. Po dua të dalë edhe atje. Të tërheq të gjitha ato mjete dhe
do të kishte dy benefite ose dy përfitime të mëdha. E para do të reformonte sistemin dhe e dyta do t'i bënte presion Bashkimit Evropian që ta bindë Bullgarinë që të zhbllokoj procesin e negociatave. Shkak se këto janë reformat që janë në agendën e reformave, janë po ashtu edhe në procesin e negociatave me ato grup kapituj apo klaster. Pra të njëjtat janë. Maqedonia ka diku 6 prioritete, dhe se nuk gaboj 137 reforma që do t'i bëj, po që nuk i ka bërë ose ka bërë vetëm pak prej tyre. Dhe tani kur i pyet zyrtarët se pse nuk janë realizuar ato reforma, thonë që nuk ka atmosferë për t'i realizuar të njëjtat. Arsyetime se kishim zgjedhje lokale, zgjedhje do të thënë që ndoshta edhe situata të ndryshme. Po edhe zgjedhje, por edhe në kuptimin e nuk ka atmosferë se nuk kemi garanci nga Bullgaria se do të zhbllokoj procesin e negociatave, ose nuk kemi ndonjë sinjal nga Bashkimi Evropian se edhe nëse i bëjmë këto reforma, do të bëhemi pjesë e BE-s. Po, ajo të parashtrojmë çështjen pak më ndryshe. Ta zëmë se nuk do të integrohemi asnjëherë në Bashkimin Evropian. Dhe i zbatojmë ato reforma dhe i zhbllokojmë ato mjete që janë, diku 1 miliard euro. Dhe tani, ato reforma nuk bëhen për Bashkimin Evropian. Bëhen që vendi të funksionojë mirë dhe t'i përngjaj një vendi antar të Bashkimit Evropian. Ne kemi rastin e Norvegjisë, kemi rastin e Zvicrës, kemi rastin e vendeve të cilat nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Mirë po funksionojnë me këtë model demokratik të funksionimit të shtetit, siç edhe na parashtrojnë si reforma neve në Maqedoninë e Veriut, por nuk janë pjesë e BE-s. Pra dhe Maqedonia e Veriut ka mund t'i përmbush gjitha këto reforma, të zhbllokojë gjitha ato mjete dhe në fund të fundit të pres çfarë do të bëjë Bashkimi Evropian në atë pjesën tjetër. Dhe çfarë raport të ketë me Bullgarinë në kuptimin e dhënies së ndonjë sinjali pozitiv për zhbllokimin e procesit dhe për t'ia mundsuar kësaj qeverie atë mundësinë e miratimit ose për t'ia hap dyert drejt bindjes opinionit publik maqedonas se duhet t'i miratojmë këto ndryshime, për shkak se do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Andaj edhe mendoj se në këtë rast kemi të bëjmë me mungesë të kapaciteteve në administratën publike dhe shtetërore për t'i zbatuar këto reforma, për shkak se ne dimë se Maqedonia e Veriut u tha që ka harmonizuar pjesën më të madhe, ka nivelin më të lartë të harmonizimit të ligjeve me akin evropiane ose me ligjet evropiane. Mirë po është një gjë tjetër ti harmonizosh gjitha ligjet, ti kopjosh. I kopjon dhe i miraton parlamentet dhe edhe i çon në gazetë zyrtare dhe aty ngelin. Dhe është çështje tjetër të implementosh ato ligje. Dhe pikërisht te implementimi është problemi kryesor. Për të implementuar do duhet një administratë efikase dhe administratë e cila ka kapacitet që të implementojë ligjet evropiane. Dhe këtu mendoj se është problemi më i madh sepse ato reforma, ajo agent nuk është përmbushur, dhe e dyta mendoj se ka pasur mungesë të vullnetit politik. Pra nuk ka, nëse i shihni edhe zgjedhjet e fundit, pra ciklet zgjedhore 2024-s parlamentare ose 2025-s që ishin lokale. Pra nuk është përmendur në fushat parazgjedhore atë shumë integrimin në Bashkimin Evropian. Ne kemi pasur më herët parti politike që kanë pasur platformë integrimi ose premtim kryesor integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe për atë premtim kanë marrë vota. Mirë po tashmë edhe te partitë maqedonase edhe te partitë shqiptare nuk është premtuar integrimin në Bashkimin Evropian. As nuk përdoret si një lloj premtimi për të qoshur votuesit që të votojnë atë parti. Pra është humbur ai momentumi i përkrahjes për Bashkimin Evropian në Maqedoninë e Veriut, që më pastaj edhe reflektohet edhe në mungesën e vullnetit politik te aktorët politik që të zbatojnë reformat. Ne dimë që nuk mund të zbatojnë reformat, nuk mund të miratojmë reformat vetëm ne si qytetarë me vullnetin tonë të mirë. Ne mund të bëjmë presion
të elitet politike, të strukturat politike. Mirë po, votat për miratimin e tyre i japin deputetet në parlament. Dhe pastaj parlamenti si institucion duhet të jetë më agjil kur bëhet fjalë për zbatimin ose procesuimin e gjitha atyre ligjeve dhe rekomandimeve që bëhen nga ana e Bashkimit Evropian në ato dokumente që i përmendëm, pra qoftë si raporte vjetore, qoftë si screening raporte, apo qoftë si raporte nga vlerësimi i përmbushjes së agjendës së reformave. Dhe pikërisht për këtë duhet vullnet politik. Dhe faktori dytë që nuk ka përmbushur vendi atë agjendë që vetë ka përpiluar, është edhe kjo mungesë e vullnetit politik. Pra, ne duhet ta, si qytetar, si opinion publik, duhet të bëjmë me dije se ato reforma nuk janë as për Bullgarinë, aq më pak për Bashkimin Evropian. Ato reforma janë se ne të kemi shkolla dhe universitete më kualitative, kemi një sistem shëndetësor pra spitale më të mira, kemi rrugë më të mira, kemi zhvillim ekonomik, kemi rroga më të larta. Pra, për atë arsye janë reforma, nuk janë reformat vetë për vete, ose nuk janë reformat pse i kërkon dikush për atë që ja kujtuar dikujt në Bruxelles që të vë 1 milion kushte për një shtet. Jo, ai ka ekzaminuar fillimisht dhe pastaj ti ka detektuar defektet, edhe të ka thënë këto defekte duhet t'i përmirësosh që të përafrohesh në shkallën ku unë jam, që të kesh standardin jetësor që të përmbushen që unë e kam. Pra, ky është defekti jo që duhet ta përmirësosh. Andaj mendoj se është absurde kur arsyetohet mungesa e reformave me blokadën e Bullgarisë ose me mungesën e vullnetit në BE, kështu se reformat as për Bullgarinë nuk bëhen, as për BE-n, por bëhen për qytetarin e Maqedonisë së Veriut. Kur flasim për reformat, është edhe pyetja e fundit, ndoshta do ta kishim përmbledhur pak me krahasimin me vende tjera të rajonit. E përmendëm rastin e Malit të Zi, i cili ishte shumë mbrapa Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut, rikujtojmë se ka nisur rrugtimin me Kroacinë, pengesa 10 vjeçare dhe ajo hapësira që u dha deri në përmbushjen e një kushti që kishim, tani përflitet, do të thënë Bashkimi Evropian, aktorët politik të Bashkimit Evropian na thonë kryeni detyrat e shtëpisë dhe pikërisht janë reformat ato që duhet të kryen krahas ndryshimeve kushtetuese. Por nga aktorët politik në vend dëgjojmë se ne jemi përpara Shqipërisë për shembull në realizimin e reformave. Çka do të thotë kjo? Si e përktheni ju? Si përktheni deklaratat e tyre? Në çfarë aspekti Shqipëria është përpara kur shohim, do të thënë ecjen e përshpejtuar të Shqipërisë dhe në çfarë dimensioni tjetër ata edhe japin deklaratat e tilla? Shif, në aspektin e harmonizimit të ligjeve vendore me ato të Bashkimit Evropian. Pra, mënyra se si rregullohen çështjet caktuara nga mjedisi jetësor, nga lufta kundër korrupsionit, funksionimi gjyqësor e kështu me radhë. Po edhe të aspektit të funksionimit të ekonomisë së tregut. Sidomos te ekonomia e tregut, Maqedonia e Veriut është më e përshtatur me ligjet e Bashkimit Evropian se sa do të thoya Shqipëria. Dhe zbatimi i atyre ligjeve është në nivel më të kënaqshëm se sa në Shqipëri. Por kjo është vetëm një aspekt. Ndërkohë që pjesa tjetër e ligjeve që janë harmonizuar me Bashkimin Evropian nuk zbatohen. Pra, ligji nuk mjafton vetëm harmonizimi ose ta sjellësh një vendim, duhet ta zbatosh atë vendim dhe plus astaj, pasi ta zbatosh, do të jap rezultatet që i ke parashikuar para miratimit të këtij ligji ose të një vendimi. Pa nuk miratohen vendimet pa një qëllim të caktuar. Qëllimi është që të funksionojë një sferë më mirë. Dhe tani Maqedonia ka miratuar, pra është fazën e parë, mund të ajo faza e parë të jetë më mirë se Shqipëria. Po te faza e zbatimit është shumë më keq. Te faza e rezultateve është ende më keq. Tani ky krahasim edhe në pjesën e përshtatjes së ligjeve të vendit me ato
të Bashkimit Evropian është mundur të krahasohet deri në 2024, kur Shqipëria nuk kishte hapur procesin e negociatave. Por tani që ka hapur procesin e negociatave, Shqipëria për 12 muaj ka hapur të gjitha grup kapituj, pra të gjithë klasteret, 6 sa janë, dhe 33 kapituj, pra ato përmbajnë 33 kapituj. Për krahasim, Maqedonia e Veriut është dashur për kapitullin e parë themelit të miratoj 3 dokumente. Pra dokumenti i parë është roadmap ose udhërrëfyesi për sundimin e shtetit ligjor, që nënkupton reformën gjyqësore, luftë kundër korrupsionit e tjerë, por edhe që e përfshin edhe planin aksional për minoritetet si dokument të dytë. Dhe dokumenti i tretë në këtë drejtim është reformat në administratë. Pra janë propozime, ligje, strategji, të cilat duhet t'i keni gati për të hapur këtë kapitull, pra kapitullin e parë. Ndërkohë që pasi të hapet kapitulli i parë, to janë do të ato piketat hapse, pastaj kemi piketat e ndërmjetme që e vlerësojnë nivelin e zbatimit të atyre strategjive dhe ligjeve që ju i keni pasur si parakushte. Dhe në fund i keni ato piketat mbyllse që i vlerësojnë rezultatet e zbatimit. A i kanë përmbushur ato qëllime që i keni pasur në fillim, apo nuk i ka përmbushur. Ta zëmë në Shqipëri, kur kanë hapur kapitullin themelit, si kapitulli i parë, pra hapet i parë dhe mbyllet i fundit, tani jemi në procesin e evaluimit, pra Shqipëria ka hapur jo vetëm piketat, ka përmbushur jo vetëm piketat hapse, por edhe të ndërmjetme. Pra që Bashkimi Evropian është duke i analizuar dhe shqyrtuar se sa dhe si zbatohen ato parakushte, ato piketa. Dhe jo rastësisht kemi në Shqipëri, vetëm dje kishte 21 të dyshuar që SPAK-u i dërgon në gjykatë. Jo rastësisht kemi arrestime të krerëve më të lartë politikës, të bashkëpunëtorëve më të ngushtë të kryeministit atjeshëm. Pra nuk janë të rastësishme këto arrestime, nuk është i rastësishëm ai funksionimi pavarur i gjyqësorit. Ne shihni se çfarë konflikti ka midis kryeministit Rama dhe SPAK-ut, kryeministit Rama dhe gjykatës kushtetuese. Për shkak se tashmë ky proces i ka bërë gjyqësorin e ka bërë pavarur. Pra nuk ka gati asnjë ndikim, shumë pak ndikim ka Rama, dhe pikërisht në këtë aspekt i shohin edhe në Bashkimin Evropian i shohin edhe rezultatet që ka arritur Shqipëria. Tani nuk mund të krahasohet vetëm aspekti formal i miratimit të ligjeve që e ka Maqedonia mbase një shkallë më lartë, me aspektin e zbatimit të atyre që Shqipëria është shumë më përpara, edhe në aspektin e dhënies së rezultateve. Dhe duke marrë parasysh faktin se Shqipëria ka hapur të gjitha klasteret në një periudhë rekorde, nuk është parë ndonjëherë më parë në historinë e zgjerimit të BE-s, do ta ketë shumë kollaj që të bëj copy-paste dhe të miratoj gjitha ato ligje evropiane dhe të arrijë një harmonizim 100% mbase edhe për një vit tjetër. Dhe për çështja këtu është se sa vendi ka kapacitete si Shqipëria që të zbatojë ato reforma. Sa vendi ka kapacitete si Shqipëria të përmbush ato kritere që kërkohen në procesin e negociatave. Dhe sa vendi ka kapacitetet që njëherë t'i hap klaster, pra ne folëm që nuk ka arritur të hap klasterin, asnjë klaster, pra as klasterin e parë, e jo më të 6 të tjerët. Pra për çdo klaster ka piketat të ndryshme. Dhe sa do të ketë kapacitet vendi, administrata, sa vullnet politik do të ketë elita politike, që fillimisht i hap gjithë këto klasteret. E pastaj edhe një punë shumë e madhe për t'i mbyllur. Dhe pikërisht ky proces pastaj do ta modernizojë shtetin. Siç po shohim që po ndodh në Shqipëri, do të ndodh edhe në vendin tonë. A jemi me të vërtet një vend me pozitë geostrategjike në Ballkan, ku prioritete ka Bashkimi Evropian, siç edhe publikohet apo e kemi dëgjuar shumë herë në media dhe në opinionin publik se jemi një pikë geostrategjike, apo do të mbetemi në të themi në atë pjesën e fundit të trenit për t'ju ngjitur në këtë rrugtim? Po mendoj se Ballkani në tërësi është një
pikë strategjike e rëndësishme. Jo rastësisht kemi aktorë të ndryshëm që historikisht kanë luftuar që të kenë ndikim dhe prani këtu. Pra Rusia, kemi perandorinë austro-hungareze, kemi perandorinë osmane, kemi pastaj Bullgarinë, Serbinë që kanë bërë luftë për dominim rajon. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi që kanë një prani të madhe ose kanë pasur në Ballkan dhe ndikim në Ballkan. Pra nuk është se është rajon i parëndësishëm, por nuk është edhe i asaj rëndësie që ne mendojmë. Pra se gjithë bota nuk rrotullohet rreth neve. Pra gjithë bota nuk rrotullohet rreth Maqedonisë së Veriut. Është fakt se Maqedonia e Veriut është udhkyq i 2 koridoreve shumë të rëndësishme, koridori 10 dhe koridori 8. Pra koridori 8 që lidh Italinë me Bullgarinë, dhe koridori 10 që lidh Evropën me pjesën jugore të saj, pra me Greqinë. Dhe këtu është ai udhkyqi dhe është një vend i rëndësisë së madhe strategjike. Por Maqedoninë e Veriut kanë bërë luftra në të kaluarën Serbia, si Serbia ashtu edhe Bullgaria, po ashtu edhe perandoria osmane. Pra është një vend i cili është i rëndësisë së lartë strategjike dhe aq më tepër kur bëhet edhe më i rëndësishëm kur, siç e tham, agresioni rus në Ukrainë ka vendosur disa urgjenca tjera. Dhe pikërisht kjo mendoj se i jep përparësi vendit që ta shfrytëzoj këtë moment që të ecë përpara drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për shkak se për t'u integruar dhe duhet edhe një vullnet i mirë edhe në Union që të zgjerohet. Dhe përderisa ne kemi këtë interesim të lartë të Bashkimit Evropian, duhet shfrytëzuar në maksimum kjo periudhë që vendi përfundimisht të jetë pjesë e BE-s. E tani kush do të humbë, po nuk besoj se do të humbin qytetarët nga ky proces. Do të humbin njerëz të cilët nuk kanë respektuar ligjin, do të humbin njerëz të cilët nuk dëshirojnë të respektojnë ligjin dhe do të humbin njerëz të cilët e shohin këtë mungesë të integrimit si një mundësi për të pasuruar në mënyrë të jashtëligjshme ose për të bërë veprimtari të ndryshme që bien ndesh me interesin e qytetarit, por qytetari ka interes të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe kjo mendoj se duhet të trajtohet dhe të artikulohet më mirë në të ardhmen. Gjellari, unë të falenderojmë që ishe pjesë e misionit tim përsëri sonte për të na dhënë një reflektim rreth situatës momentale se ku ndodhemi, në çfarë pike. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi për herë të jemi mysafir jot. Të nderuar televizionistë, edhe ne përmbyllim këtë emision sonte me të gjitha pikat të cilat i dam. Unë shpresoj se keni marrë një pasqyrë deri diku, të cilën u munduam ta transmetojmë deri tek ju se ku ndodhemi në këtë pikë rrugtimi drejt Bashkimit Evropian. Takohemi sërish javën e ardhshme. Mirëmbëngjes.